Në Ersek, gjatë një ceremonie të veçantë organizuar në bibliotekën Skënder Luarasi, çifti i njohur i mjekëve Nikola dhe Rigoleta Bendo u nderuan me titullin qytetar nderi i Kolonjës. Vendimi i Këshillit Bashkiak erdhi si vlerësim për dekada të tëra pune të palodhur dhe shërbimi ndaj shëndetit të komunitetit. Gjatë karrierës së tyre, dy mjekët kanë trajtuar me mira pacient, duke fituar respektin e kolegëve dhe dashurinë e qytetarëve fal profesionalizmit, humanizmit dhe përkushtimit të treguar ndër vite. Në ceremoni morën pjesë shumë banor të cilët ndanë përvoja personale, duke treguar se si kujdesi tyre ka lënë gjurmë të pashlyeshme në jetën e banorëve të Kolonjës. Kryetari i bashkisë theksoi se ky titull është një shenjë falënderimi për ata që kanë shërbyer komunitetit me përkushtim të rrallë, duke cilësuar çiftin Bendo si shembull frymëzues për brezat e rinj të mjekëve. Ceremonia u mbyll në një atmosferë të ngrohtë dhe emocionuese, ku mirënjohja dhe respekti ndaj tyre u shndërua në mesazhin kryesor të ditës.